Cilat mendon të janë 5 gabimet më të mëdha që bëhen në sektorin e hyrësve të rinj në hoteleri? Gabimi i parë është që duhet të marrin një menaxher ose duhet të kenë një sistem menaxherial në strukturë. Gabimi i dytë është mos marrja e konsulencës, edhe në rastet kur ato nuk bëjnë një sistem menaxherial. Gabimi i tretë është mos dhënia e sigurisë për punonjësit, që është shumë kryesore dhe prandaj ka tranzicion. Gabimi tjetër është që janë pagat e ulta dhe normalisht duhen paga që të jenë motivuese për punonjësit. Gabimi tjetër është që nuk i vlerësojnë rrjetet sociale. Ajo që është më kryesore dhe harrova ta them është që këta biznesmen kërkojnë që të fitojnë që 6 muajt e para, sapo e hapin këtë biznes dhe sapo fillojnë, sapo startojnë. Kjo normalisht nuk arrihet dot kurrë për faktin sepse këtu ka një parashikim që bëhet edhe normalisht ka një plan amortizimi të shtrirë në 10 vite kohë për investimin e bërë. Çfarë bën ju për të menaxhuar një krizë kur nuk ka klient, kur nuk bërihet plani? Luftohet për një marketing më të mirë, çmimi asnjëherë nuk duhet ulet, sepse në qoftë se ti ul çmimin, përshtypja dhe koncepti për klientin është që aty nuk ka shërbim të mirë pastaj. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.